Falenderoj shumë për intervistën dhe që u ripam dhe një herë pas një kohe relativisht të gjatë, por mirë është që rrallë dhe përmall i themi ne shqiptar. Edhe unë du të falenderoj ju, edhe të përgëzoj për VIP Magazin. Ju kam ndjekur në të gjitha, ose në të gjithë diskurin tuaj, edhe më pëlqen kur jam me ju, për të biseduar seriozisht, ose për të bërë një lloj analize konservatore. Sot dëgjuesi duhet ta nis me ju me një pyetje që le të themi pamje që është faqur kohët e fundit të zotit Meta nga xhami i gjykatës së posaçme, duket se ka shqetësuar gjithë bashkëpunëtorët e tij, njerëzit e tij të afërm, po le të themi edhe shqiptarë që e kanë parë dhe është një pyetje që po qarkullon edhe në media. A është e nevojshme që të denigrojë njeriu deri në atë pikë sa të quhet drejtësi? 10 vite më parë, unë thash në konceptin personal që nuk duhet të shkojmë drejt drejtësisë Koçi Xoxe, Bedri Kadriu, Bedri Spahiu. Duket që sot drejtësia ka shkuar në këtë drejtim. Ish kreu i drejtësisë tha që afërmendsh gjykata vendos ato që ne kërkojmë si prokuror. Tu mbaron drejtësia. Ju mund thoni që e keni mbështetur drejtësinë, po, gjithmonë në rastin 50+1. Gjithmonë në rastin 50+1, unë e kam mbështetur drejtësinë dhe e mbështes drejtësinë. Po shteti i së drejtës vjen përmes votës së lirë, votës së barabartë me standard europian dhe import të votës amerikane. Të gjithë dinë që struktura e posaçme antikorrupsion ishte një lëvizje diplomatike amerikane e ambasadorit Donald Plo. A ishte vetëm ambasadorit apo ishte departamentit shtetit? Duket qartë që është departamentit shtetit. Por aty ka prokuror të cilët kanë mundësi komuniste, kanë mundësi të Bedri Spahiut, e Bedri Kadriut, e Koçit Xoxhes me shok. Një ndër këto gjëra u pa tashmë në publik me presidentin Ilir Meta, kryetarin e kuvendit Ilir Meta dhe kryeministrin Ilir Meta. Në fakt, Ilir Meta i ka borxhe demokracisë konservatore në Shqipëri, sepse ka dëmtuar atë, ka dëmtuar lëvizjen kristian-demokrate në Shqipëri. Zoti president, unë nuk ju mbaj inat. Megjithse këtu janë 14 qepura kur ju kishit informacion për grupin kriminal Shëngjin Lezhë. Edhe nëse hak pa la e gjak pa marr nuk ka në Shqipëri, gjithmonë është zoti lart që sjellet e një palë njerëz që e trajtojnë presidentin si kriminal. A është presidenti kriminal? A është i korruptuar? A është hajdut i rëndomt? Të duhet ta vërtetoj gjykata e shtetit të drejtës. Prandaj përfundon ashtu. Në mënyrë absolute, unë jam kundërshtar i tij, anis ai është në opozitë si lavjerës erën pushtet, por ajo nuk duhet ndodhë. Unë nuk jam jurist që të them a duhet të shkojnë në shtëpi apo të rrinë në qeli. Po nëse rrinë në qeli, duhet të rrinë me normat e komunitetit evropian. Nëse ato janë shkelur, Ministri drejtësisë i pari duhet jam dorëheqjen, drejtori i burgjeve po ashtu. Se mbrëm dëgjova që drejtori i burgjeve kishte shkuar me vrap në qeli. Për çfarë merr rrogën drejtori i burgjeve? I përgjithshëm i burgjeve? Për çfarë merr shefi i regjimit? Për çfarë i paguajmë ne? Jo unë, se unë jam pension, taksat. Pra, për mua është shkelje e të drejtave të njeriut. Ani se si do të dalë Ilir Meta nga ky procesion tepër i gjatë. Do jeni pjesë si qytetar ose si politikan konservator në protestën që zoti Berisha do mbajë me 8 maj? Ju keni vënë re që unë dal në protest me shallin e Tiranës, për të thënë që unë jam qytetar i Tiranës dhe e mbështes protestën.
Por nga ana protokollare, jo, sepse nuk ka një takim për të vendosur piketat me fillimin dhe vazhdimin e protestës. Ne jemi konservator, nuk jemi liberal, siç është Partia Demokratike, që ndonjëherë hedh molotov edhe mbi policinë e shtetit. Ani se kush e drejton policinë e shtetit. Pra, policia e shtetit është vetë shtetit. Ndryshe i themi policia private, ose i themi grupi i bodyguardëve që ruajnë personalitetet të ndryshme përmes sistemit ligjor në Republikën e Shqipërisë. Pra, në protestë, edhe kur s'jam, jam aty me shallin e Tiranës autoktone. Për të thënë se si qytetar jam aty. Si politikan për aq kosa nuk ka protokoll Partia Demokratike, ja, nuk është Partia Konservatore. Megjithëse ka presion nga poshtë, nga baza poshtë ka presion që unë t'jem atje. Her pas here, do më thënë kryetarët të du me vete, se edhe s'mund t'i legjitim ata. Pavarësisht se ti je qytetari, gjithmonë ti je kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore aty. Po në konceptin juridik, ja, pse s'ka protokoll deri tani. Do të mbajnë zgjedhje për kryetarin e Partisë Demokratike. Si e shikoni qasjen e zotit Berisha që le të themi po nxjerr pengesa për kandidatët e tjerë, pra kërkon që të jetë i vetëm ndoshta në përballjen me veten për kryetar të Partisë Demokratike. Kjo është një çështje e brendshme e Partisë Demokratike, po kjo ka ndikim edhe tek opozita dhe tek partitë e tjera të opozitës. Unë do t'i sugjeroja, nëse më lejohet, që ato kanë dalë 4-5 kandidatura, më duket, ti pranoj të 4 të 5 ata. Unë mendoj që Berisha nuk ka problem nëse ato kandidojnë, Berisha fiton atë. Atë parti ka 35 vite që herë zyrtarisht si kryetari i Partisë Demokratike dhe herë si mentor i partisë, herë si patriarku i partisë. Sali Berisha nuk ja merr dot askush votimin, domethënë se e duan demokratët, doktor. Por e theksoj, është vendim i brendshëm i Partisë Demokratike. Le të shpresojmë që t'i pranoj gjithë kandidatët. Deri në orën 12, më duket edhe 45 minuta si rregull duhet të ketë nga atë ka biseduam ne që të mbyllet procesi. Po dhe mund ta shtyp. Edhe nëse mund ta shtyp. Për mua, kur unë kam kandiduar si kryetari i Partisë Konservatore, kanë qenë 11 kandidatë. Më shumë nga 10 mora unë 101 vota, më duket. Po morën dhe të tjerë, kishte 15, kishte 20, kishte 5, kishte 7. Dhe të gjitha ata ishin në postet drejtuese të partisë se ato kandiduan. Pra duhet të hapi derën, nuk duhet Partia Demokratike të mbylli derën askujt. Ai nuk është Partia Komuniste e punës, socialiste e rilindja. Nuk duhet të mbylli. Ndërkohë që flasin për Partinë Demokratike që duhet hapi derën, duket se edhe në Partinë Socialiste ka probleme dhe bëhet fjalë për një debat ose përplasje që ka ndodhur mes zotit Rama dhe Elisas Piropalit. Si e keni parë këtë përplasje dhe mendoni që Elisas Piropali... Shiko, Rama është kryeministri i vendit, i pranuar juridikisht nga Partia Demokratike dhe në të tjerët. Se derisa shkon në parlament, e ke pranuar që ai ka fituar zgjedhjet. Rama ka kohë dhe vite që nuk bën kuvendin e Partisë Socialiste në konceptin e rivalitetit dhe zgjedhjes. Atëherë çfarë ka ndodhur me atë parti? Që nga koha e Fatos Nanës më duket që nga koha e Fatos Nanës nuk ka aty një lloj demokracie, po ka një patriark tashmë që nuk mund të jetë dritragolli, por është Edi Rama. Dhe ky është patriark përmes kontrollit të pushtetit. Rama tani bën 13 vite në pushtetin qendror qeverisës legislativ, çfarë do të thotë që kontrollon dhe parlamentin, tashmë kontrollon edhe presidentin. Pra i kontrollon të gjitha gjërat. Në këtë koncept, unë mendoj që zëri i Piropalit është si zëri, si ta them unë, në parantezë, me këtë maxharin
e Hungarisë. Por jo si Maxhari, se Maxhari ishte i djathtë një fraksion brenda. Pra, është nga e majta ndoshta mund të jetë dhe një skem. Pse Rama i ka dashur femrat, zakonisht i ka dashur. Nuk mund të them se i ka përdorur ato, se ndonjëherë femrat e kanë përdorur më shumë Ramën. Një qeveri me pothuajse mbi gjysmën zonja, femra, shoqe, gra, siç i trajtojnë ato në zhargonin e tyre, apo pjesën që ishte vakum në politikën shqiptare, Rama e ka kaluar këtë handicap. Dhe nuk duhet që të bënte diversion duke i thënë Elizës, shiko se është hera e dytë, po fole herën e tretë, do të përjashtoj nga grupi parlamentar. Partia nuk është e Ramës. Partia konservatore nuk është e Kujtim Gjusit. Partia demokratike nuk është e Sali Berishës. Okej, këta mund të kenë influencë aty, por jo t'jenë kryetar të përhershëm, që do të thotë Rama e ka marrë partinë nga Fatos Nano. Do të ca thonë e ka blerë, ca thonë nuk ma merr mendje se në atë kohë, ndoshta edhe e ka blerë. Po nuk është vërtetuar kjo. Pra Rama nuk mund të marrë peng një gjë të thotë gjithëve që unë nuk kam bërë ju, jo, ma ato kanë qenë aty në Partinë Socialiste. Edhe jo pak emra janë aty, domethënë. I keni vënë në re, kanë filluar të dalin emrat, të bëjnë grupim, po ajo është Parti Reshti. Dhe baza e saj partie nuk e pranon daljen nga Reshti. Pra nuk është ajo Parti Demokratike. Ajo ka prejardhje kriminale. Shumë e vështirë, qoftë edhe një familje kriminale, të dalë, domethënë shumë. Mund t'i referohemi, me qenë se ata kanë trëndafilin aty, apo lulkuqin e drogës, mund t'i referohemi që nga Ferra del trëndafil, po edhe nga trëndafili del Ferra. Tani, të jetë Ferrë Spiropali, s'ma merr mendja. Se ashtu do t'ishte Arta Dade, pastaj ashtu do t'ishte Petro Koçi, do t'ishte ky si e ka ky Beni, se janë dy Bena ata që ishin kundër Ramës. Male. Po, jo, përpara ishte Ben Blushi. Po. Pastaj doli dhe Mala, e ke parasysh. Pra, ajo është Parti Socialiste, nëse do ta reformosh, nuk reformohet, është e vështirë. Kulla e vjetër, po ta restaurosh shkon në origjinë. Ajo është Parti krimi. Është Parti krimi. Nuk e di a është kriminal Edi Rama. S'mund t'i them unë kriminal, se s'ka i vendim gjykate, nuk ka i kërkesë pagu ta ketë tirë pandehur, që ta marrit pakën në rendim, nuk ka, zyrtarisht. Por, unë mendoj që Rama duhet, siç e kemi thënë edhe bashkë herë tjetër, duhet qetësohet, shkojnë drejtim presidencës. Sot dëgjuesi me që përmendët Ben Blushin, e keni lexuar librin e tij të fundit Jam Musliman? Kam një konflikt me Ben Blushin, unë për arsye se ka goditur figura qendrore, siç është Gjergj Kastrioti apo Ali Pashte Pelena. Ka dash t'i çojë tek liberaliteti socialist, ndërkohë ata nuk ishin ashtu. Ata ishin konservatorë. Këtu unë nuk e lexoj. Megjithëse e kam klientin tim të barit tim të hershëm, sikurse edhe Ilir Meta, që rinin aty deri në orët e vona të natës, nuk e lexoj librat të Ben Blushit, sepse të lexosh librin e Mullisit, librin e Mullisit, i bie që duhet të si thaj, prin natë tha si më re, të shtjefsha më djalë më dhej. Ka dhe i tjetër që prin natë Mullisit, shkoj e fle me Mulligjin. Tani kush është Mullisi? A është Mulligjiu apo është Dhëndri? Domethënë janë disa gjëra, disa gojdhana albane që si shmangësh dot. Pra nuk mund të lexojën, të shkruaj një ortodoks për muslimanët. Nuk më thot gjë. E keni cekur, le të themi, ose e keni hasur tezat e tij të po themi qoftë edhe për muslimanët, qoftë për shqiptarët, qoftë për figurat historike, pra çfarë qasje keni ndaj qasjes që ka zoti? Ben Blushi vjen me trashëgimi edhe nga familja letrare. Disa thonë që ishin të huazuara, se s'po them të grabitura. Tezat, shkrimet, letër këmbimet nga Elefter Nosje deri tek se ky është nip në Kalan e Elbasanit.
edhe aty kalaja brenda është qendër ortodokse. Për fat ne në këtë moment jemi vendosur në zonën bizantine, ortodokse dhe islame të Tiranës. Pra, aksi Tiranës ndahet në pjesën e poshtme katolike, perëndimore dhe në pjesën e sipërme. Nuk më thot gjë Blushi për këtë, se nuk është historian. Nuk është historian. Për këtë duhet të flas, po themi, të flas Pascal Milo, po edhe Elena Kocaqi, po duhet t'i referohemi Fishtës, po duhet t'i referohemi Bektashizmit, Frashëllinjve. Pra është pak e ngatruar kjo punë. Nuk me gjithë konsideratën klienteliste, po e them, që e kam pas klientin tim Blushin, nuk e kam lexuar libra. Nuk e lexoj libra, më mirë. A mund t'jetë zoti Blushi pasardhës si zotit Rama që në fakt në një kohë disa vite më përpara edhe e ka kërkuar, le të themi, që të ishte ai kreu i Partisë Socialiste. Dhe çfarë mendoni se mund të sjellë diçka ndryshe zoti Blushi nëse do vinte në krye të Partisë Socialiste? Ju po bën një pyetje kontroverse. Unë kam qenë brenda Partisë Demokratike dhe e pash që aty nuk ka hapësira për ta mundur Sali Bacën. Atëherë zgjodha të isha kryetari i Partisë Konservatore. Në një farë mënyrë edhe me mbështetjen që u kam dhënë në komuniteti kristian në Shqipëri, se ju e dini besoj që unë për herë kërkoj kryeministër katolik, edhe tani që flasim bashkë. Blushi nuk mund të rikthehet më në Partinë Socialiste për ta marrë Partinë Socialiste sipas mendimit tim, sepse ai ka bërë Partinë Libra. Pra ishte kryetari një partie tjetër. Po, tregoj qytetarit Blushi. Dha dorëheqjen edhe nga Libra kur disa thonë ja vodhen mandatet, disa thonë i morën votat, disa thonë nuk prodhoi mandat. Mirë po, me këtë kod zgjedhor është e vështirë të prodhosh mandat dhe ne kemi provuar në 2021 si koalicion konservator që na u tetërsuan jo pak, gati 71.500 sa vota. Pra, Blushi nuk mund të kthehet më aty. Po, Elisa mund të jetë një kandidate e mundshme, meqense edhe Rama ka thënë që do jetë femër kryeministrja. Unë e kam dash Elisën edhe si kryeministër kështu tranzitore. Le të kalojmë pak në Kosovë, ku kemi zgjedhje të përgjithshme brenda një periudhe shumë të shkurtër. Si e pat këtë vendosmërinë e zotit Kurti që në fakt ishte një vendosmëri për të shkuar në zgjedhje sesa për të zgjidhur një veçë politik? 5 vite më parë, në një emision televiziv të ndjekur në Republikën e Kosovës, kam deklaruar Albin Kurti do të ketë tentativa pengmarrje të Republikës Kosovës. Ju s'duhet ta lejoni. Do më thoni, po ku e mbështete këtë? E mbështeta në deklaratat e tij, Amelika. Do më thënë, një marksist tallës, një enverist super egoist, një sorist i kontrolluar. Nuk e dia është u bash apo jo, po që është djali një njeriu që ka bërë shërbimin e sigurisë anti-shqiptarit të Josip Broz Tito, kjo dihet, është publikisht botërisht e njohur. Pra, Kurtit i kam thënë, okay, ti u zgjodhe kryeministër. Do ta bësh bashkimin kombëtar. Ju keni deklaruar që njoh vetëm i flamur ku jezi. Tani njihni edhe flamurën e Republikës Kosovës. Okej, shumë mirë. Se njihet ndërkombëtarisht me rezolut 1244. Por Kurti në këtë rast nuk ka problemin e Republikës Kosovës. Kurti ka problemin e thirrjes nga prokurori special për çështjen e rezervave. Dhe për këtë donte të kapte presidencën. Për këtë bën zgjedhje pas zgjedhjeve, për i bie shkurt e deri tani 15 muaj, 5 herë zgjedhje. Do të thotë, një herë në 3 muaj çon vendin zgjedhje. Kjo çfarë quhet? Ka 2 variante kjo. Mund ta marrësh edhe si demokraci vote nëse ndërtimin e shtetit,
të Republikës Kosovës, po mund ta marrësh edhe si pengmarrje. Unë e konsideroj si pengmarrje në konceptin konservator. Pse ai rri kryeministën detyrë vet, presidenten detyrë ka atë zonjën, e cila tashmë është dhe kryetare kuvend në detyrë. Nga sot është kuvend në detyrë ai. Atëherë ç'është ky? Pse ky nuk e dha ta zem? Po marr një emër që edhe ne e mbështetëm. Sepse Vjosa Osmani firmosi, ndoshta si Elisa Spiropali, në bordin e paqes. Njëra detyroi Albin Kurtin që të rrinte në sallë e të ndiqte ç'po bënte në Zvicër Vjosa Osmani, kurse tjetri po ndiqte nga Tirana se ç'bënte Elisa Spiropali jo në shtëpinë e bardhë, po në zyrat e Departamentit Amerikan të Shtetit. Atëherë, ç'a bën leadershipi? Kur e shikon që rrezikohet, leadershipi i largon këta njerëz. Për shembull, ne kemi 2 gota ujë me njëri tjetrin. Ajo është gota juaj. Po të ishin me pije alkolike, ne do ta trokisnim gotën. Po të jetë me ujë, çfarë bëhet? Nuk e trokasim në të drejtën zakonore shqiptare gotën. Po unë mund ta shtyj gotën tuaj, dhe po ta shtyj gota juaj mund të thyet. Ose është teoria e vezës. Teoria e vezës është nga gjyshi i BB-s, Ballukut. Veza diktatorit Hoxha tha ishte më e fortë se veza ime. Veza ime u thye, unë do të pranoj çfarë thot partia deri në vrasje deri në vdekje. Nuk kërkoj ai me dokument që ti fale jeta. Beqir Balluku, se këta janë Tiranës ta. Do thuash kaq larg shkon, po. Albin Kurti është pengmarrës, sikurse ishte pengmarrës Beqir Balluku, diktatori Enver Hoxha, se ky është enverist. Ky është marksist, ky është sorist, ata duan pushtet absolut. Ai nuk mund pranojnë demokraci që presidenti të jetë një tjetër, do president kukull, do notar, sepse presidenti emëron prokurorin e përgjithshëm. Dhe prokurori i përgjithshëm apo prokurori special ç'a bën? E çon Albin Kurtin përpara gjykatës. A do shkoj përpara gjykatës? 100% po. 100%. Ne kemi kohë që konsumojmë bashkë emisione. Ju kujtohet kur kam thënë edhe në parlament, do të shkoj Ilir Meta përpara drejtësisë 100%. Ka vetëm 72 orë, kam thënë atëherë, për të dhënë dorëheqje për tik që mos e ngacmoj njëri. Ai bëri të kundërtën, tha kush e thotë të kujtim gjusin. Po kush është ky? Në fakt ai dinte shumë mirë kush është unë. Mbrojtësi i doktrinës kristiane në Shqipëri, mbrojtësi i konservatorizmit në Shqipëri dhe mbrojtësi etnisë albane për 168.000 kilometra katrore, troje, nuk po themi etnike, po themi në Europën e Bashkuar, këto janë shqiptarë, janë gen. Të gjitha po punojnë kundër kujt? Kombësisë albane, kundër Donald Trumpit. Pse? Donald Trump ka thënë Shqipëria madhe, Albin Kurti ka thënë Amerika. Ky është problemi. Dhe ai çon vendin zgjedhje për të shtyr sa më shumë kohë për të fituar kohë. Prandaj e bën këtë. Si pat të vizitën e mbretit Charles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nëse i ke ndjekur dhe ato batutat që ka bërë me Donald Trumpin, pra një ndër që po qarkullon shumë në media botërore ishte që i tha që nëse s'do ishte për Anglinë, ju ndoshta tani do ishit duke folur frëngjisht. Po dhe Donald Trump ju kundërpërgjigj duke i thënë që nëse s'do të ishim ne, ju sot do flisni gjermanisht. Pra, kjo është një lloj replike shumë inteligjente dhe e gjetur, se ata si mbreti, ashtu edhe presidenti, shkëlqësia e tij Donald Trump kanë nivel të lartë të eksperiencës, se janë njëri 79 për 80 dhe tjetri 74 për 75. Domethënë, kanë eksperiencë të madhe. Dhe eksperienca më e madhe në këtë rast i bie që të jetë britanike, sepse e kanë që në vitin 2005 shpalljen e monarkisë kushtetuese e kanë në 1662 pas Robin Hoodit, revolucionit marrësor të Robin Hoodit. Ama në këtë rast mbreti, pa dashur unë tash të kaloj në mbrojtje të mbretit, i dhuroi një orë. Orën e nëndecës bërthamore të vitit 1944 për luftën e paqësorit.
Shiko, nuk dua të jem modest këtu, zot Niguri. Pse? Ju kujtohet që kam folë një herë për orë atlantike? Ha? Do të thotë diçka ke lexuar, gjithmonë koha matet me orën, ose me orën diellore, ose me orën e Greenwich, më duket se e ka, e cila është në fakt jo sakt 100%. Që do të thotë, këtu ke ne kalon vija Teodosit, ose Theodori, mbreti, dhe vija kalon Meridiani, po themi, kalon Damask, Petralba ose Petrel sipër dhe Oslo, e anashkalon Londrën. Londra e ka marrë përmes fuqisë së saj detare, gati 1000 vjeçare. Në këtë rast Donald Trump përtesha kas 3-4 ditë përpara tha për kryeministin Stamer që shiko tha ka ca baraka ai që lundroi tha në koma. Kështu e tha, në kuptimin shqip. Mbreti shkon atje, bën një vizitë 4 ditore. Çfarë do të thotë vizita 4 ditore? Kur ju vjen një mik ju për 4 ditë, ai ditë 5 do ikë, se ju do ta mbani gjithmonë atë mikun. Aty. Por misia shumë e fortë. Se sa kur shkon Macron atje, bën një vizitë gjysore dhe hikën. Ose shkon Meloni atje, bën një vizitë gjysore dhe hikën. Okej, se Meloni mund të jetë xheloz gruaja e presidentit. Melania, se është me origjinë shqiptare, është e Gjakovës. Dhe ti e di që femra shqiptare janë xheloze kryesisht. Ta pranojmë këtë. Po ne shqiptarë jemi xheloz, jo, se ne jemi udhëheq nga mbretëresha Dodona, mbretëresha Teuta. Pra ne jemi në varësinë e mbretëreshës. Qoftë edhe familje, në një farë mënyre. Nuk e pranojnë gjithë këta. Mirë, për konservatorët kanë gjatë. Që flasin seriozisht, flasin të vërtetën. Atëherë jemi ke Donald Trumpi. Ai rri 4 ditë atje për çfarë rri? Majmën, do kthehet në Angli do të kërkoj dorëheqjen kryeministit Stamer. Do jemi këtu. Sepse ka bërë deklarata të pazakonta. Mirë, po të bëjë Anglia deklarata të pazakonta për presidencën amerikane, i bie ishit Falkland, kush e ruajti? 1987-88. Kush e ruajti? Shkoi Marina Amerikane. Dakor, ishte Margaret Thatcher. Nuk them se s'ishte. Po, të dy së bashku, i thonë Argentinës, po pyetja është sot, në presidentin e Argentinës, Donald Trump ka misit ngushtë apo jo? Me Vjosa Osmanin ka misit ngushtë. A e ka këtë me Edi Ramën? Edi Rama po kërkon të fitoj kohë. I lum bravo, është i zoti. Shkoi u futi dha dorën. Bile si tregoi tha, më duket presidenca harrova këtë zotrin tjetër, ta pa dhënë dorën. Pra e detyrojnë protokolli, ju fut në protokoll. Është ajo që thon konservatorët. Në një farë mënyrë Edi Rama i merr gjërat që dikush i ka të mira. Nuk i thotë se ja mora këtë më, se s'mund ta thotë atë. Po e merr. Atëherë ne jemi tashmë në një vend që kemi shumë interesa. Ne jemi godit në Londër. Shqipëria është sot politike gjeografike kaq sa është, 28.700-800 kilometra katrore, troje, janë dëmtu në Londër, ku presidenti Woodrow Wilson ka thënë që mos bëni gabim, se nuk kishin votë atëherë amerikanët. Në atë që quhet sot Këshilli i Sigurisë Botërore. Donald Trump, për mendimin tim, ka thënë cop, Shqipëria e madhe, por në Europë. Do të gjuzi duhet kaloj te diçka më jo pak serioze dhe ka të bëjë me ferma VIP. E keni ndjekur Mimoza Ahmetin? Po, e kam ndjekur. Edhe kam pas dhe ofertë, 3 radha si që t'jem atje. Te ferma VIP? Po. E para, çfarë u ka të rrugë, se kemi vënë re që Moza Ahmeti është bërë personazh në për rrjetet sociale, po çfarë ju ka vënë, do të thonë keni vënë re te ky edicion e ferma VIP dhe pastaj mund na thoni edhe pse nuk keni pranuar që të ishit pjesë e. Tani unë jam ke emisioni juaj VIP Magazin. Do më thonë që ju po ta hapim kështu pak të fjalçin, i bie që ke qef ti magazinosh VIP-at. Ti kesh aty në folderin, no? Ta them kështu? Në folder. Çfarë ka vitrina, ka magazina. Çfarë është ferma VIP? Edhe çfarë është Moza Ahmeti, nëse do ta themi kështu. E para, Moza Ahmeti është një letrare. Është një zonjë, një nën,
që ka riprodhuar vehten e saj me 2 vajza. A ka penalizuar bashkëshort Moza Ahmeti? Ajo e thot vetë që shiko se unë jam artiste, do më thonë, unë s'kam lënë gjë pa puthur, tha, do puth dhe gomarin. Nuk i kishte fjalën vetëm për gomarin që është në ferma VIP, po kishte fjalën për disa gomarë që mund të ketë puthur ajo. Do me thënë, si pas saj, të gjitha ta që ka patur lidhje Moza, në një farë mënyre, ishin gomarë. Se ajo se ka bërë kota të poezinë e gomarit të shi. A ke lexu? Se më pyete për Ben Blushin. Po, mos ne kam lexuar. Po ajo tha edhe që ja kam dedikuar dikujt. Tani ne s'mund të godasim këmën nga mjesi deri mjesin tjetër. Shiko, edhe unë po t'jem kryeministër nesër, do më godasi. Nuk mendoj që do më godisni jo. Se do them, po që kema, më kenë magazin, ti kam thënë gjitha. Të VIP magazina e ke. Pse do më godit tani? Okej, e ke pas mundësin do më thënë që të bësh pyetje, jo vetëm retorike, po edhe nga smuse. Se ju gazetarët e keni këto. Ore, detyra ju e kjo është, të zbardhësh të vërtetën. Atëherë, jemi ke Moza Ahmeti. Çfarë është fenomeni Moza Ahmeti? Kemi një fenomen që mbyllte njerëzit brenda Luis Helli, katolik, shqyr doli një bektashie si Moza Ahmeti, që të mbylli njerëzit brenda. Po mua mbyll brenda? Nuk them se jo. Po Moza Ahmeti më ka mbyllur mua brenda në një mua personalisht, në një intervistë 90 minutëshe për televizionin shqiptar. Dhe intervista nuk u transmetua. Moza më kërkoi falje. I thash mos më kërko falje. Pse? Një letrare, një romanciere, një prozatore, një vjershëtore është përtej kufirit normal të mendimit qytetar, po e themi kështu. Është përtej mendimit aristokrat, është përtej mendimit liberal, është përtej mendimit superliberal. Por respekti që unë kam për Mozën nuk është vetëm respekti në shkrim, dorë shkrim, vjershëri, në vjershet e saj, si vjershtore. Po Moza Ahmeti është një artiste, se ajo pikturon. Ajo rri me Edi Rama, i merr pikturën. Rri me Kujtim Gjusin, për shembull, do të marrë ekonominë. E ke burë ti agaj ta ore mirë ne tha se jemi femra, po këta meshkujt ta mos i le pa buk. Kjo quhet ekonomi, quhet sport. Pra, është artiste dhe artistët janë, kam thënë dhe herë tjetër, në qiellin e 7. Moza është 24 orë në qiell 7, edhe kur flet gjumë në qiell 7, nuk është në krevat. Në mendim flasin, në psikologji, në psikoanalizë, në letërsi, shumë e vështirë. Edhe kjo që keni përballë nga drejtoresha programit, producentja, po e themi kështu tash, dhe deri tek Rexho kanë biseduar me mua. 2 herë këtu, 1 herë tjetër në zyrat e tyre, dhe unë e vendosa kusht. I thash, në qoftë se doni të merrni Kujtim Gjusin, në ferma VIP, ju më ta merrni me një kusht. Para pagim, se unë s'mund bëj spektakël atë siç bën Moza dhe nuk e ka të sigurt të fitojë apo jo çmimin. Cila ishte shifra që kërkua? Shifra ishte gjysma e shifrës që japin ata. Mi dërgon. Po patjetër. Mi dërgon llogarinë time financiare, tash do unë vi atje dhe ju qeshni me mua çfarë të doni. Po do qeshni me mua si Kujtim Gjusi, si ekonomist që ka marrë parat. Ju s'mund qeshni atje me ish deputetit. S'mund qeshni atje me kryetarin e Partisë Konservatore. Se kjo pastaj i bie që unë t'jap dorëheqjen nga Partia Konservatore. Pra, dorëheqja ka një çmim. Ka një çmim. Ose ata me votë bëjnë kongresin edhe ti sfiton, ose ti unë s'kam ndërmend të shes partinë. Ti e di që ma kërkoj Basha. Unë i thash, nuk shitet. Ata blen fraksionin konservator, ku dijon që ishte legalitet popullore, ku dijon se çfarë. Pra, për ta mbyllur, çfarë është Moza Ahmeti? Unë shpresoj që Moza Ahmeti të fitoj. Ajo është tani në mosh, po ti heqësh çka ka fjetur gjumë, i bie është 30 Por çka ka fjetur gjumë, i bie që është 45 vjeç. Jo, 45, 37 vjeç.
Domethënë, imagjino një zonjë 37 vjeç, se nuk po them për ty, po dhe ti aty afër je. Domethënë, ajo është rinore komplet. Edhe ata që e sulmojnë për shembull, inshallah s'kan marrë para pagim. Sot dëgjuesi duhet flas edhe në aspektin ekonomik dhe bëhet fjalë për Jet Bank, është një bankë për herë të parë në Shqipëri futet një bankë digjitale. Jeni pro apo kundër këtyre bankave digjitale ku njeriu nuk e prek lekun dhe nuk shikon atë bankierin që e ka përballë. Dhe sa e sigurt është që në Shqipëri të futet një bankë e tillë? Si ekonomist, njoh historikun edhe të bankës Shqipërisë, që është gati 100 vjeçare. Jo gati, po më duket se 25 apo 100 vjeçare. Moneda e Pirrës ka dalë në këto troje. Nëse ka dalë banka ID, po e quajmë ID tash, që mos shoh paratun, po si do t'i hedhin parat kur të kërcejmë Napoleonin? Se mirë të tjera t'i bëjmë, po aty si do ja bëjmë? Mund të hedhim letra aty në si grekët ose të thëjmë pjata? I bje që kopjojmë grekët. Unë nuk i besoj, tu jam kundër edhe me Donald Trump, nuk i besoj monedës digjitale. Pse një du djeg folderi, ikën parat. Unë vetë, personalisht, kur marrë pensionin, shkoj e marrë në bankë, nuk futem bankomat. Një të harruar kartën, iku pensioni. Një të harruar kodin, të zë Alzheimer. Harruan kodin. Kush i merr parat? Se smundja është e paparashikueshme, apo s'është kjo? Sidomos për politikanët. Ai pati Ilir Meta. Shpreh keqardhje, ha? Ha më Ilir. Se harron Kujtim Gjosi 2 dhjetorin e vitit 2001. Kujtohet si të pata thënë në telefon. Zoti është i madh. Unë nuk marr hak. Zoti, tani po ta them atë gjendje që kam pas, Zoti e fal. Le të shpresojmë që ai s'është me leucemi. Lajm sigurisht. Sa ai ka bërë veprime në kontekstin që e ka akuzuar Monika, ku dëgjon kush e ka akuzuar. Monika Mbretreshu, është e Dibrës. Kështu që për të kthyer edhe një herë. Ata menduan të gjithë se nuk do dalin parat. Ja që dilkën. Jo po zbukurova, jo po bëra menaxhimin, se derisa fole për fermën VIP, tani unë s'mund ta le pa thënë edhe Big Brother. E jeni parë Monikën në Big Brother? Po patjetër se unë e ndjek si Mbretreshun ata. Si janë dukur opinionet e saj? Pra i shkon atij për. Ajo është e Dibrës, që atuti kur kalon një femër e Dibrës aty pari, heshtin 100 pushk. Nuk ka heshta. Jo, edhe ka vënë heshtja atë Hajdarin, se e ka. Nëse do kishit ofertë nga Big Brother, E kam pas. këtë doni të zëvendësoni si opinionist? E kam pas. Ja, nuk mund ta bëj opinionin atje për sa kohë jam zyrtarisht kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore. Nëse të jepni gjysmën e çmimit? Jo. Sika. Ja pra, për ne themën që ju gazetarët nuk mund t'ju shpëtosh kollaju, është çike vështirë. Edhe një herë, nuk mund ta bëj opinionin unë atje për sa kohë jam kryetari i Partisë Kombëtare Konservatore, se do mbaj anësi sa do i ndershëm të jem unë, do të gjej aty një çift që martohet, kujtohet se gjeta e Luis Edlin apo si thash, ky çift del nga Big Brother i martuar, i uroj suksese, do Zoti i ndihmon me fëmijë. Dhe ato kanë një vajzë sot. Kjo është Luisi. Luis, Kiara, ju përshëndes. Nuk kemi taku ndonjëherë, po ju përshëndes, i keni dhënë një vajzë këtij shteti. Kësaj kombësie s'është pak. Është puqur një katolik me një ortodokse, ku ka gjë më të mirë? Prandaj çajemi ne si nuk bëjmë ne luftë fetare brenda njëri tjetrit. Se kemi martuar, e kam thënë, le të shpresojmë. Por në atë rast Luisi bëri dy lëvizje, një gotë vere piu për Bacën Sali dhe një pëlqim ultra ja dha Benet Mongolit. Benet Mongoli pastaj mori Shkodrën, e ka marrë për Luisi Shkodrën. Merrte kur ai dhe Edi Rama. Pra,
Nëse ata më ftojnë, unë do të them, kam shumë konsiderat për ju në të gjitha emisionet, ju e keni pa që kam qenë, domethënë te Manushi, te ajo Manushi e dielës, te të gjitha emisionet e Top Channel kam qenë. Normal, televizioni Klan patjetër kam qenë. Ferma VIP është e Vision Plusit, patjetër dhe atje kam qenë. Normalisht në MCN ju e keni pa, po i them tash, më vjen keq. Po derisa jemi në VIP magazin, çka ka vitrina ka magazina. Le të themi. Edhe me Ylli Rakimin kam qenë atje. Pra, si opinion politik, patjetër, nuk e përjashtoj, pavarësisht se çka bërë edhe në emisionin e saj zonja Duma me Alfred Lelën, i cili është nipi jon. Edhe ai e peça i bëri se vjen nga Albanopolis Alfred Lela. Domethënë i vjen 3200 vjet qytetërim, 5000 vjet qytetërim. I iku nga studio. Unë nuk i iku ju. Edhe po të më fyen, i them okej, faleminderit, sot një guri. Po ju se keni për zanat të, se Kuksi ka ndershmëri dhe e pat besoj që edhe në sistemin e divorcimit masiv, Kuksi mbante vendin e parë për mos divorc. Do të gjuzi në këto ftesa që keni pasur për edicione si Big Brother ose Ferma VIP. A keni folur me gruan, me bashkëshorten dhe çfarë mendon ajo pra? Do a jepte lejen ajo që ju të shkit në Big Brother? Zakonisht unë kam pyet 100 vet, bëj si di vet. Deri tani s'm ka dalë keq. Flasim për gruan, jo për 100 vet. Edhe një herë, zonjën unë respektoj, por ka kufi të respektit. Nëse unë bëj balancën se si duhet jetë, duhet me dorëzu Partinë Konservatore, do thushi për 100.000 euro dorëzon ti Partinë Konservatore, unë se dorëzoj për 1 milion euro. Po nëse një televizion kombëtar bën një ftesë makro, e thot, a e pat Moza Ahmedin? Imagjinoj me këtë përballesh unë atje, me Moza Ahmedin, apo jo? Që t'i thoja unë asaj zonja? Atje unë do t'i thoja mret nesha princesha, ke sjell 2 princesha në jetë, ama unë kam sjell 3 princesha dhe 1 princ, se kam 4 kalamaj, do i thoshe pse e ke penalizu bashortin tënd dhe ke lënë me 2 kalamaj, me 2 vajza, apo riprodhove të ngjashmen, dhe Moza e pranon këtë. E ke vënë re që e pranon? Unë thot, kam mendimin tim për çdo veprim. Pra, është vështirë të përballesh me Mozën atje. A ke frikë humbjen? Po. Se unë jam su gjithmonë me fitu. Ky është problemi im. Është shumë problem ky. Nuk jam në atë që mund të shkojmë drejt narcisizmit, por ka një dozë, sidomos të meshkujt shqiptar, të tentativës për kontroll. Ani se ne kemi humbur troje etnike, e theksoj, pas largimit të 2 mbretreshave, si Dodona, ashtu dhe Teuta. Dhe i fundit ishte mbreti Genti që u dorëzua përballë Romës. Unë s'dua dorëzohem. Zoti Gjuzi, faleminderit shumë për intervistën. Ju falenderoj unë ju.